lidhja e fortë me Zotin, raporti i fortë me Zotin, raporti i fortë me botën tjetër e çon familjen në një lidhje shumë më solide, sepse unë besoj se ka Zot e si pasojë, besoj se jemi të gabueshëm, besoj se synimi nuk është vetëm jeta e kësaj bote, besoj se ne i shërbejmë njëri tjetrit për një synim shumë më të madh që është kënaqësia e Zotit, që është bota tjetër, që është krijimi i familjes, që është sjellja e fëmijëve në jetë, që është rritja e një brezi të mirë edukuar si në besim, si për jetën. Pra besimi është shumë i rëndësishëm për ta mbajtur familjen sa më solide dhe sa më të fortë, sepse besimi mua më predikon një gjë të tillë. Pra ma predikon familjen si diçka tepër të rëndësishme. E përmend Kurani, e përmendin fjalët e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe shumë gjëra janë thënë në Islam si të ruhet dhe të mbahet familja. Për këtë arsye tha, më i miri në mesin tuaj është ai që është më i miri me familjen e tij. Më e mira në mesin tuaj ajo është që është më e mira me familjen e saj. Ju të gjithë jeni përgjegjës dhe të gjithë do të jepni llogari për atë që keni në përgjegjësinë tuaj. Burri është përgjegjës për familjen e tij dhe do të japë llogari për të, dhe gruaja është përgjegjëse në familjen e burrit të saj dhe do të japë llogari. Pra, ne e shohim si mision, ne e shohim si detyrë, ne e shohim si amanet. Besimi, do të thonë, vetëm se e ushqen një gjë të tillë. Pra, edhe nëse ka diçka çarje diku, thot Islami, mos i shih çarjet, mos i shih gabimet, mbylli sy për gabimin apo për të metën, sepse nuk do të gjesh burr të pagabueshëm dhe nuk do të gjesh bashkëshorte të pagabueshme. Pra gjithë këto normativa që ka sjell Islami janë pjesë e besimit, ushqimit besimit që çon ujë tek ruajtja e familjes, tek konsolidimi i roleve, tek ruajtja, le të themi, edhe konsolidimi i lidhjeve në familje, që mos të prishet familja dhe mos shkatërrohet një shtëpi, le të themi kështu.